Përshëndetje Hoxh, çfarë ndodh në qoftë se një shpirt nuk don të kaloj urën e Siratit, por hidhet direkt në ferr, ose çfarë ka aty poshtë, si do sillet Zoti, çfarë thot Kurani famëlar faleminderit. Përshëndetje. Duhet ta dimë që ne të gjithë do të ringjallemi. Allahu i lartësuar na tregon për këtë në Kur'an, dhe Zoti i gjithësisë nuk thot vetëm se të vërtetën. Allahu i lartësuar na ka sjell shembuj të shumtë në Kur'an për ringjallje. Reshjet e shiut, të cilat bien mbi një tokë të vdekur, e prej saj dalin bim të gjalla, janë argumente për ringjalljen. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa më të mëdha se ne. Malet, qiejt, pra për Zotin e gjithësisë, është tepër e lehtë që të na ringjall ne. Ditën e gjykimit do të dalim të gjithë para Allahut të lartësuar. Atë ditë do të jetë drejtësia absolute. Atë ditë secili do të marr atë që ka vepruar, që ka punuar, ka besu Allahun e lartësuar, ka besu dhe ka pasu profetin a.s., ka bo vepra të mira, do të shpërblehet me xhennet. Ai i cili ka mohu, ka kundërshtu të madhin Zot, do të dënohet në zjarr. Njeriu në këtë botë është i lirë. Bën dhe vepron çfarë të doj. Do me besu, beson. Nuk do, pra është i lirë. Ndërsa ditën e gjykimit, secili do zbatoj urdhrin e Allahut të lartësuar. Ke po vepra të mira, shpërblehesh me xhennet. Pasi mbaron gjykimi, njerëzit nisen pra drejt urës së Siratit për të kaluar urën e Siratit. Besimtarët do të kenë mundësi ta kalojnë urën e Siratit. Ura e Siratit ndodhet mbi zjarrin e xhehenemit. Wa in minkum illa wariduha. Çdo njeri prej jush do të shkojë tek ai. Pra ne, si besimtarët, si jo besimtarët, do të shkojmë pra zjarrit e xhehenemit. Besimtarët do të kenë mundësi pra ta kalojnë urën e Siratit, ndërsa jo besimtarët do të hidhen në zjarr, Zoti na ruajt. Allahu subhanahu wa taala përmend në Kur'an sa ditë pra çdo njeri do të shpërblehet sipas veprave. Në surën Ghafir, kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj e lutim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj ta kalojmë urën e Siratit. Lutja e pejgamberëve, thirrja e pejgamberëve atë ditë, Rabbi sellim, sellim, o Allah na shpëto, na shpëto. Allahu na shpëtoft, amin.